Po, në atë aspektin tani, Nura nuk e di, unë akoma se kam kuptuar pse është Nura e famshme, pra është një pikpyetje e madhe që kam unë qysh në momentin që e pash Nurën që të bëhet pjesë e fermës, sepse nuk shoh asgjë speciale të veçantë tek ajo. Pra, i mungon ai faktori X për mua deri tani. Tani të shohim. Besoj se e ka penalizuar pak dhe fakti që e ka futur veten në këtë haremin e limit, edhe kam frikë se nuk do dali tamam ai karakteri i saj. Nuk kam frikë se do e dëmtoj kjo gjë më shumë se sa do e ndihmoj që të shfaqet. Për sa i përket pastaj Ronit, Roni më ka pëlqyer që më përpara se shkruan këngë shumë të bukura, të suksesshme. Është njëri modest, është djalë i zgjuar. Dhe me atë heshtjen e tij, pra Roni prap krijon, domethënë prezenca e tij, prania e tij, nuk ka pse të bërtitet, sepse ai është një element i rëndësishëm aty. Besoj dal nga dal do shfaqet daj më shumë. Ndërsa të tjerët, Gani është ekspert reality. Me sa di unë, ai ka shkuar vazhdimisht, nuk është as e pari, as i fundit besoj reality show për të. Kështu që është njeri që bën llogarit. Nuk mendoj se është fitues, mendoj se nuk është në nivelin e një fituesi. Mendoj se edhe ai është i përkohshëm. Në këtë nuk shoh në një rëndësi të madhe as nga ai, domethënë pse duhet jetë. Kush është tjetër nga Kosova aty? Ka ndonjë emër tjetër që i sheh ndoshta ti në atë aspektin që mund të jenë qoftë finalist, qoftë që po sheh që po japin diçka më shumë prej tyre, apo po e luajnë edhe lojën punë për krye si duhet. Alba është ndruar në fenomen, mendoj. Edhe pastaj edhe Frederiku patjetër. Të gjithë, pak nga pak tani këto që janë ekspert të skenës e ekranit, normalisht e kanë marrë situatën në dorë. Por më bën përshtypje Alba që është pa shumë eksperiencë, pra ajo vetëm një vit kam duket që ka dalë në qarkullim. Dhe po ja kalon këtyre për sa i përket strategjisë dhe mënyrës se si po e zhvillon, sepse ajo në fakt lojë është, nuk është, nuk mund, pavarësisht se ka titulli reality. Ajo është një lojë që secili bën aty, secili hyn atë psikozën e vet, secili bën lojën e vet. Pra i shohim më shumë si autor dhe si aktor të rolit tyre, të skenarit të tyre, por që këto, Frederiku, Erandi, Elinara, Big Mama, këto janë edhe Alba. Këta janë personat më të dukshëm, që besoj edhe po bëjnë, po ndryshojnë sa gjëra. Edhe Limi, më falë, edhe Limi që ka bërë harema.